Dhe Ramazani është përkujtues i jashtëzakonshëm i kësaj mirësie. Vetë fakti që jeta e kësaj bote shkon shumë shpejt, kjo është mirësi në vetvete. Është mirësi për arsye se jeta e kësaj bote nuk është e përhershme. Që do të thotë kthimi për tek Allahu është mëshira më e madhe ndaj nesh për aq sa ne të jetojmë. Sepse vdekja realisht është kthim për tek Allahu i Madhërisëm. Allahu thon në Kur'an: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Me përkthy ndryshe i bie që jeta e kësaj bote është udhtim dhe kthimi tek Allahu është synim. Pra, jeta e kësaj bote, të jetuarit në këtë botë nuk është synim. Është udhtim. Synimi është kthimi tek Allahu, kthimi tek Krijuesi. Prandaj Allahu i është qasur prej origjinës së krijimit ton, prej tij, inna lillahi, ne jemi të Allahut, wa inna ilaihi rajiun, dhe vetëm tek ai kemi kthimin, që i bie tek mëshira absolute, tek furnizuesi absolut, tek Zoti i gjithësisë. Pra, po të ishte jeta e kësaj bote mirësi e përhershme, Allahu do ta krijonte xhenetin këtë botë. Allahu nuk do të lejonte që jeta e kësaj bote të jetë kufizuar. Nëse Allahu robit ti, sidomos robit besnik, ja don më të mirën. Edhe të fakti që Allahu na ka kriju, na ka nderu, edhe na ka përzgjedhur që të jemi për besimtarëve të tij, Allahu nuk lejon që besimtarët e tij me pas mangësi në jetën e kësaj bote, në kuptimin që mos më u përmbush atyre nevojat e tyre. E Allahu e ka parasysh që ne kemi nevojë që të jetojmë për herë. Por përhershmëria nuk përkon me jetën e kësaj bote. Për shkak se shkaqet e jetës së kësaj bote nuk definojnë për përhershmëri. Përhershmëria është vetëm në botën tjetër. Vetëm afër Allahut subhanahu wa taala. Larg Allahut s'mund të ketë përhershmëri. Vetëm afër Allahut ka përhershmëri. Prandaj Allahu thotë, nëse jeni afër meje, atëherë ju do të ktheheni tek unë, dhe në momentin që ktheheni tek unë, ju do të keni përhershmëri apo përjetësi.